a i në shku largë, a ka sukses, a s'ka sukses, a ka dobi ky projekt, a s'ka dobi, me çka e matim. Për shembull të ndërruzër, nëse na, për shembull, kemi një aktivitet me një vend caktuar, apo kemi një aktivitet me vend caktuar, edhe 10 vjet aktivitet. 10 vjet aktivitet. Mëna që 10 vjetëve, shumica dërmuese e aktiviteteve kanë qenë, do me thonë, të ndërtuara mbi bazën e plotësimit të kërkesave të njerëzve, që me i binë me ardhë. E ata halasin ardhë. E na po presim kur të vinë, i thujmë të një që këna pasë mjë thonë, që 10 vjetër. Kështë zvinë, Allah. Ju bujna lojna, ju bujna ping-pong, ju bujna futbal, ju bujna kështot, dalim piknik kejt. A ju ke thonë që ka duhet, halasin për i thëmë se s'ju në afro mirë, apë. Mirë, e kur kemi ju thonë, Allah. Andaj, me qëka e matëm na? A duhet mja bojsh? Duhet me matëm me? E kanë marrë vesh. Pejgamberi Sikari ju ka thonë, o abudullah, Allah në dërnë. Pastaj çështja juridike, po shkojmë graduale, ama duhet me kuptu se Islami çka kërkon prej tina. Allahu tha, kul, thuaj. Dhe mas kësaj nuk tha kujt mi thonë, që i bjen të gjithë dhe thuju. Që i bjen se, këto temat e surës El-Ikhlas janë për të gjithë. A je me profesora, a je me mjek, a je me të rëndëmt, a je me njerëz, mësus, me këndo që je, apo këtu e në tema. Që me ta lërë shumë biseda, lërë shumë qële temen. Normalisht, formulimet, shembuj, duhet i përshtatën nivellit e njerëzve, ama tema që kjo është. Pastaj, a ka tema që nuk mune me i qilë me gjithë po ka tema. Përshka këtë kësë kuptan, nivelli këti, po, temat e tjera. Ama tema e surës El-Ikhlas është temë që duhet me të gjithë me hapa. Me gjithë. Ajte, ndërëdhëzër, nëse, për shambull, me njerëz nuk e qilim temën e të hujdit se Allah i vetëmi që meritën të adhuruhet. Apo, se Allahu kush është. E qëfar temë e këna me qenë me ta? Me qka këna me ndërtu komunikimin dhe me aktivizu projektin e thirrjes në njerëzve nëse kemi hezitim në tauhid. Nëse kemi hezitim në njëshmërinë Allahu te barekuhu teala. Në çka? Dhe kol gjithëve thuju. Kjo për këtë temë vallahi këtë bota ka nevojë. Krejt me të mbledh me profesora, me doktora, me shkencëtar, me krejt ka nevojë me ditë kush i ka krijuar dhe çfarë obligime ka ndaj tij. Ka nevojë me njoftë Allahu xhallahu ala. Krejt Allahu atë kul mos hezitoni, mos u turpnoni, mos neglizhoni, mos u kompleksoni, mos. Falni për Allahun te barekuhu teala. Falni nëse për Zotin xhallahu ala. Kallzoju. Pejgamberi alayhi sallam çdo mjedis ju ka folur për Allahun te barekuhu teala. E për temat e tjera pastaj normal. Çu shikon modhet radiallahu taala anhu. Ti bashkohet një popull e kitab e para thirrri në shahade, la ilaha illa Muhammadur Rasulullah. Pastaj, thot, nëse ata të besojnë, të njekin, thuje për 5 kohët e namazit. Ani, mund të ketë vonim pak, në disa obligime, nëse je angazhuar me ndërtimin e bazës, në mënyrë dinamike dhe aktive, me udhëzimet e fesë. Me udhëzimet e fesë.